Kam raportuar në program 2 mbrëmje më parë një analist Kiev Independent, i cili përfshinte gjithashtu raportime ekskluzive nga burimet e tyre, të cilat kishin treguar se Donald Trump do të përdorte summitin e NATO-s për të inkurajuar Ukrainën që të vijonte goditjet e thella brenda Rusisë, me qëllimin kryesor që të ulte Vladimir Putin në tryezën e negociatave e përpasoj të merrte edhe kushte më të favorshme. Kjo është diçka që ndodhi përgjatë ditës së sotme, kur Donald Trump u pyet se çfarë mendon për goditjet e thella që Ukraina po arrin që të kryej brenda territorit rus, por një shuplak për Vladimir Putin erdhi edhe nga vetë kreu i shtëpisë së Bardhë, i cili tha se po mendojmë se me të gjitha problemet që kemi, ndoshta licencat për të prodhuar raketat Patriot do t'i ketë Ukraina për të arritur kështu të përmbyll edhe problematikat më të rëndësishme sa i përket goditjeve intensive që po merr vetë Kievi, por edhe qytetet e tjera si pasojë mungesës së sistemeve mbrojtëse ndaj këtyre raketave, të cilat duhet thënë se kanë lënë vrarë me qindra civil të paktën përgjatë javëve të fundit, sipas raportimeve që vijnë edhe nga fronti i betejës. Krysafi, çfarë do të sillte një dhënie licencave për Patriot për Ukrainën në këtë moment të konfliktit dhe mbi gjitha për gjithë ata të cilët na ndjekin? Është kaq i lehtë prodhosh Patriot? Ka kritere të cilat janë të rëndësishme dhe të qëndësishme, por gjithashtu edhe sa merr ky proces. Pra Amerika e thot vetë se kemi nevojë për një kohë të konsiderueshme për nxjerrjen e këtyre sistemeve për shkak të materialeve, për shkak të procesit, teknologjisë. Është ky një premtim real për Ukrainën apo është më shumë një mesazh, le të themi, apo një blof për Moskën? E shoh të ngjashëm me F-35 turke në këtë rast, sepse një gjë vlen edhe për patriotët, nuk është kaq e lehtë të prodhosh Patriot. Mos gaboj herën e fundit që kam parë Shtetet Bashkuara prodhojnë disa dhjetra raketa Patriot në vit, do të jenë edhe 50 në mos gaboj, kështu që është një proces përgjithësi i ngadalt. Në radhë parë duhet të dimë sa kapacitete ka Ukraina për të prodhuar patriotët, ose për të mësuar Ukrainës të prodhojë patriotët. Ukraina ka bërë shumë zhvillime ushtarake gjatë 4 viteve të fundit, ka bërë inovime të rëndësishme të tjerë, por patriotët është një nivel tjetër në këtë rast. Kështu që nuk është kaq e lehtë të jepet licenca Ukrainës dhe njëjta gjë vlen prapë edhe në rastin e F-35, aty kam përshtypjen që është Kongresi që i jep fjalën e fundit në këtë rast për dhënien e licencës për të prodhuar Patriot. Ndërkohë që për Vladimir Putin unë mendoj që ky do ishte një fat i madh, një rast shumë i mirë, sepse nuk do ishte as pak shuplak, sepse ashtu siç Turqia thash është një prej zonave më të rëndësishme të spionazhit rus, edhe Ukraina nuk është se ngelet më pak, pavarësisht në këtë gjendje që është gjatë këtyre 4 viteve luftë me Rusinë, dhe mundësia që teknologjia e raketave Patriot të bjerë në dorën e rusëve dhe në këtë rast është shumë e madhe. Pra në dyja rastet është shumë e madhe të ndodhë diçka të tillë, me siguri ka përndodhur. Pra në Ukrainë, nëse Ukraina fillon të prodhojë raketa Patriot me licencë të Shtetet Bashkuara, pa diskutim që ajo teknologji do përfundojë në mënyrë ose në tjetër do përfundojë në Moskë, që sigurisht në këtë rast është një rrezik për sigurinë kombëtare të Shtetit Bashkuar, sepse mund të japësh kaq lehtë këtë lloj teknologjie. E shoh më shumë si një mënyrë për Trumpin për të hequr qafe, si thuash, Zelenskin, për të thënë Zelenskit që po të jap licencën dhe mos më lodh më me kërkesat për patriotët. Për amerikanët është më interes sigurisht të prodhojnë vetë patriotët dhe të japin Ukrainës, se sa të japin teknologjinë Ukrainës dhe të ndërtojnë. E shoh si mundësi shumë të vogël ndodh diçka e tillë, por do çuditesha nëse amerikanët vërtet do i jepnin teknologjinë Patriot Ukrainës për shumë arsye thash në këtë rast, sepse nuk është diçka e lehtë për të prodhuar, nuk është teknologji që me siguri do bjerë në dorë të Moskës nga ana tjetër, dhe duhet thënë diçka tjetër që Ukraina është vërtet në një gjendje alarmante për sa i përket raketave Patriot në këtë rast, sepse në sulmin që ndodhi para 2-3 ditësh, nga 29 raketa balistike dhe krujz ruse, të 29 ranë në objektivin që ishin nisur, dhe ishte diçka që nuk ndodhte paktën prej disa muash që raketat ruse të shkonin 100% në objektivin e tyre. Kështu që për momentin mendoj që Vladimir Zelenski ka marrë një premtim të zbrazët, duhet të thënë, pra nuk është kaq e lehtë, është një thuajse situatë me F-35. Pra ka shumë arsye qoftë politike, sigurisë kombëtare të bashkuara, teknike, teknologjike, spionazhe dhe të tjerë që bëjnë jo kaq të lehtë dhënien e raketave, teknologjisë të raketave Patriot, siç mendon Donald Trump në këtë rast. Kështu që shkoj me idenë për momentin që është një premtim bosh. E qartë. Profesor Mema, Donald Trump çfarë thot mëngjes nuk e thot në darkë, dhe kjo është tërësisht e qartë. Ju më thatë pak më parë se është e rëndësishme çfarë bën dhe jo çfarë thua, dhe kur bëhet fjalë për këtë konflikt, duhet thënë se Donald Trump ka thënë shumë, e ka bërë pak
ka akuzuar her pas here Ukrainën, ka pasur përplasje të mëdha me Volodymyr Zelenskin, që sot e quajti dhe një ndër ushtarët e preferuar, edhe madje ngatroi edhe me vetë Putin kur u tha gazetarëve, doni t'i bëni ndonjë pyetje Putinit? Të gjitha këto dinamika tregojnë një lëvizje jo zigzage të Trump, po do thoya një rreth i cili ndoshta të merr edhe mendjen kur bëhet fjalë çfarë ka ndodhur në gati 2 vite me administratën e tij për luftën në Ukrainë. A do të funksionojë kjo strategjia e të dërguarit mesazhe skiç ndaj Moskës, apo ndoshta është ky momenti që të bëhet ajo çfarë Giorgia Meloni tha, mos i fol Europës me tone të tilla, por mësohu që tone të tilla ti përdorësh ndaj armiqve të tu. Çfarë duhet ndryshojë Amerika kur bëhet fjalë për zgjidhjen e këtij konflikti? Nuk besoj që ka nevojë të ndryshojë asgjë. Dhe më le ta shpjegoj këtë. Së pari, kjo strategji ka qenë shumë efektive. Fakti që zoti Trump në një farë mënyrë e dim që gjithë që ishte skandaloze sjellja në shtëpinë e bardhë ku ju bë prit zoti Zelenski, por Ukraina nuk do të ishte këtu ku është sot në aspektin e transformimit në një fuqi industriale ushtarake. Nëse Shtetet e Bashkuara nuk do ta kishin nuk do të kishin bërë presion, nuk do të kishin kërkuar më shumë ndryshim dhe më shumë vetë mbështetje nga çka pasur deri tani. Pra, në këtë aspekt, Ukraina ka përfituar për shkak të qëndrimit pak të ashpër të Shtetet e Bashkuara. Nga ana tjetër, edhe toni ndaj aleatëve të vetë në NATO, sot edhe vetë Mark Rutte do thoshte që nëse nuk ishte zoti Trump me kërkesat e tij të vazhdueshme për vitesh, që do shkojnë 5% shpenzime për çështjen e shpenzimeve ushtarake, Evropa do të ishte shumë pak më dobët nga çdo të ishte sot. Nëse shikojmë pastaj gjithashtu edhe në mënyrën e shitjes së armatimeve, në fillim kur zoti Trump erdhi në fuqi përpara një viti e pak, ishte Shtetet e Bashkuara që ishte mbështetësi kryesor me mjete ushtarake, por edhe në aspektin financiar, por Ukrainën. Dhe ishte vetëm pasardhës e tij në pushtet, i cili pastaj tha jo, ne mund të furnizojmë me aspektin ushtarak, por Evropa do të bëjë pjesën e vet. Edhe fakti komunike që doli sot nga NATO dëshmon, tregon që në fakt edhe kjo retorikë ka funksionuar. Pra, për ju dhe për mua sigurisht retorika e ashpër, zotja Meloni ka të drejtë, pra është pak e qartë, na shqetëson, na krijon probleme sepse krijon një lloj mungese harmonie brenda koalicionit dhe brenda aleancës. Por vërteta është që aleanca sot është më e fortë në aspektin ushtarak të vetë mbështetjes dhe evropianët janë më të fortë nga çka kanë qenë ndonjëherë në 50 vitet e fundit. Edhe kështu që kjo është e rëndësishme për të kuptuar dhe për të pranuar këtë realitet. Tani përfundimisht unë mendoj që retorika e zotit Trump, argumentet e tij, qëndrimi i tij në aspektin afatgjatë do të jenë dëmtuese për aleancën. Pra, evropianët tashmë kanë filluar të shikojnë diku tjetër për të ardhmen e tyre të sigurisë. Pra, kjo është e vërtetë, por nuk mendoj që është vetëm për shkak të Trumpit. Amerikanët kanë më shumë se 20 vite që përmundohen që të shkëputen pak nga Evropa, të shkëputen pak nga NATO, e kanë përmendur më parë që është një anomali historike që në aleancë ushtarake të zgjas 80 vite, e të zgjas për te ekzistencës së armikut kryesor për cilin u krijua aleancën e vetvete. Kështu që pesha, entropia, do thoja unë, historike, që varet që është mbi NATO-n, vetvete do të sjellë unë mendoj të ardhmen shpërbërjen e NATO-s. Por për momentin këto gjëra që po kërkon Trumpi po e përforcojnë NATO-n dhe do thoya gjithashtu që në aspektin e fatgjatë po ndihmojnë Evropën që të jetë më vetë mbështetur, që kur dita të vijë, që Shtetet e Bashkuara të kenë syt 100% tek Azia dhe jo më tek Evropa, evropianët të jenë një situatë më të mirë dhe në aspektin ironik, ironia është këtu që do të kenë zotin Trump për të falenderuar, sepse ka qenë ai që i ka nxitur evropianët që të frenzojnë më shumë në mbrojtjen e tyre për brenda kontinentit evropian, duke që më pak të mbështetur tek Shtetet e Bashkuara dhe më shumë të vetë mbështetur tek vetja vetë dhe tek njëri tjetri. Profesor Betlier Mema, Ledion Krysafi ishte kënaqësi të kishim provën e sotme në War Report. Kemi rritur kështu në fund të programit me gjitha mesazhet më të rëndësishme të cilat erdhën nga ky summit, i cili duhet të thënë ishte historik, pasi ishte paralajmëruar edhe nga vetë Amerika se do të kishte atë që do të njihej si strategjia një NATO-je 3.0. Dhe duhet ta mbyll me fjalët e Donald Trump, i cili vetëm disa ditë më parë tregoi zhgënjimin e tij me europianët, sot tha se njoha njerëz mjaft të zgjuar në atë dhomë dhe se mos ndihma ndaj Shteteve të Bashkuara kur bëhet fjalë për çështjen e Iranit, qenë thjesht një moment dobësie. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë natën e mirë.